unë do t'ja jepsha vetëvendosjes presidentin, po do të kërkoja pjesëmarrje në qeveri, sepse ashtu fuqizohet, edhe ashtu mund të realizosh ti nëse ke ndonjë koncept për Kosovën. Se me presidentin çfarë do të realizosh ti? Kur gjë? Do të zgjedhësh. Çfarë garancë do të ishin ata në qeveri kur Albin Kurti i ka numrat për ta themeluar qeverinë pa ta? Nëse jep edhe presidentin në një moment, po themi, dallimi mbase më të voglin do të përjashtoheshin nga qeveria. S'kan kurrë sigurie që të jenë pjesë e qeverisë. Çfarë siguria ata kanë nëse presidenti është i tyre, kur që nesër ai president nuk varet edhe s'duhet varet fare nga partia. Disa çështje në agjendën shtetërore, se reforma varen nga presidenti. Ama presidenti s'duhet varet nga partia, nëse është presidenti mirëfillt. Atëherë, nëse ai shkon ai president, Tazam, që ta mbroj LDK-n aty, ai s'është presidenti i Kosovës, ai është presidenti i LDK-s. Nëse shkon ai presidenti që ta mbroj PDK-n, nga vetëvendosja, ai atëherë s'është presidenti i Kosovës. Çai duhet Kosovës një president i tillë? Edhe kështu duhet shtruhet pyetja. Çai duhet Kosovës president që shkon aty ta mbroj LDK-n? Çai duhet Kosovës president që shkon aty ta mbroj PDK-n apo AK-n? Ose vetëvendosje. Apo vetëvendosje, njëjtë. E tani, andaj, unë më shumë do të kisha qenë që ti si parti, nëse donë t'jesh edhe të bësh diçka për Kosovën, më mirë është, më produktiv është t'jesh në ekzekutivin, në qeveri, se aty ti do të mund të ndërmarrësh diçka, mos fundit do e shohish se çfarë bën ai në qeveri. Se mjafton, ati si president edhe si e dëshmitari asaj se si ai qeverisë. Po ti kështu si pjesëmarrës në qeveri, ti jetë dëshmitar se si ai qeverisë edhe ty më shumë të beson populli kur del nesër edhe thuhet që shiqo, këta ishin hajdut apo këta nuk mendonin për Kosovën. Se sa ti atje si president që atë të informojnë, as të informojnë. Edhe kështu që këtu ndodhen gjëra absurde, them, që janë edhe të pakuptimta. Unë do t'ja kisha dhanë vetëvendosjes presidentin me njëherë. Mirë po do t'i kisha thënë që shiqo, Ministrinë e Mbrojtjes, Ministrinë e këto 4 ministri, do t'i kem unë, nëse donë të të ndihmoj për president. Pozicioni i partive politike, paktën këtyre që deklarojnë, vetëvendosjes ose disa prej figura vazhdojnë të jetë i njëjtë raport me PDK-n, njëri nga